Vëm tek zyra juaj e avokatisë. Si ndjeni sot në zyrën tuaj, një emigrant, vjen që dhe Bashkuat Amerikës, gjithë atë eksperiencë të shkollimit që sot ju, si ndjeni? Më falë se bella jetë u kësyrë për i pyetje përgjigje kështu ma drejt, për unë kam qefë se më thonë historinë me jashtu pak në tanë, tash edhe këtë... Urdo, si e mendoni ju? Tash edhe këtë pyetje, si shqiptar, si kom, vullnetin e kena jashtëzakonisht shumë të lartë. Se si popull, si shtet, merre Shqipnin, merre Grecinë, Serbinë. Ato 100% janë, nuk e di sa herë më të fuqishme se na, po janë shumë më të fuqishme se na, sigurisht. Po si popull, jena na pak të 10 herë më të fuqishme se ta, 100%. Po tash kjo janë paradox, si ka mundësi me kënë kjo? Kjo janë si me thonë gjiganta të vëllë. Si ka mundësi? Tash allëna si popull, tash edhe këto proteste që janë të banë në Shqipni, për shembull. Tash, nuk janë, me qashot, nuk janë kundra investime e kështu, s'ma marrë mendje sa kush kundra investime, po. Tash, a kanë me prunë ekonominë ato? Nuk mund, unë, menim jam, nuk mundin me prunë ekonominë të një popull që nuk kanë shërptorë. Shqiptari, a me këpritës, shërptorë nuk ashtë. Ajtë shërben, deri se e shë si me ba ma mirë se ti. Tash, okej, po i bjen ato, po s'po du me dalë jashtë temet, po shumica e tyre se më thonë, të tanë kam i prunë për jashtë me punuat, se shqiptari nuk është shqiptor, shqiptari është pronar. Pikë, e dënë flamurin e vetë, tash, të pyetja allon, kur kam dalë prej, kur kam marrua juridik, në kanë herë e parë që kam marri paycheck. Tash, jo sa ashtu, se eksperienca duhet të gjithë shka, po, nuk jam kundër me punua të kona gjithçka, po, se më thonë, punon njëri sa punon, po, në fundit du me evu flamurin. E këpëton edhe ashtu, jo unë, po se cili që ka, që janë shqiptarë, këtu në botë jashtë me gjithë kundë, se më thonë, e kena, janë sukseshme, 100% nga ana e tyne. Dhe si kom, tash, prej ku jem kënë, si në Shqipni, si jashtë Shqipnit, s'ka rëndësi, ma që kem dalë prej ati kurthit, si më thonë, nga ana financiare, qysha atyra, na kena shku në mars, edhe jena këtu mrapa. 100%. Kena jetë me mënyra jashtëzakonshme. Që e kanë thënë shqiptarët, a mundesh me e ba këtë, bela kur se ka di që është e baj, edhe ka ba. Ajo është vullneti që kena na. Po tash, nga ana tjetër, nga ana mentalitetit, bela me milimetra. Ato që i thot Fajkonica për shembull në atë kohë, e që vërteta janë atërë sa janë sot. Ata që i thot Gjerfishta, e që vërteta janë atërë që janë sot, edhe sot. E vajnë e që i këtë besirë që jem të bënë na, tash, debati nuk është kush fiton, debati a kuptim. Këtë që kuptojmë na. Po tash, edhe kjo më duket vjen prej këtij vullneti që kena mren, e kupton? Se tash shqiptarit këshyrë aty në fjalim se më thonë kumpe e kapi me kundërshtua, shqiptarit kundërshton pe marrua fjalim, pe kuptua që ashtu, po se më thonë vetëm se ajtë përgjigjit me të kundërshtua, jo me dhe më thonë ma atër që janë kanë e zvërteta, atër janë e zvërteta dhe sot. Atër kanë vujt për poste, e për tituj, e për gjana si ujë qëndimin që gjakosin boren për buk. Ashtë e njëjta gjana sot. Edhe kjo është fatkesia me madhe që mundet me kenë. Pra, lërinë e fitume. Lërinë e fitume. Kosova u ban shtet. Tash, i gjanë nërshim që kena sot me përpara, sot e kena i mik. Jo mik, për kena mikën ma që kena pasën të nga kohëna të historisë. Amerikën e kena mik. Kjo, kur s'ka nëllë për para, tash, lërinë e fitume, pavarësinë e fitume, po, edhe këtë e vejnë thojza, paqen me njëri tjetër mundë me fitua. Tash, ekonomisht, nga ana financiare, e kena se cili mundet me shkruje librin e tyne, nga ana, financiare, suksesin. Po tash, si kom,
ose si fshat, ose si fis, e kështu, a muna me shkru bashk, ajo puna. Tash, me pas një dronit, i veni 20 shqiptare në ta, po me kënë 2-3 spata në ta, mas 2-3 orë, se cili e mërë spatën e vetë, të preja njën me ba njën e vetë. Ajo është, këtë drejtësi, unë këshyri, me gjana kriminale, kështu, bela me 2-3 gjana të vogla, po nuk e reklamoj se më thonë merë me to, po liria gjanja me shtrajnë që mundet me kënë. Edhe kur je avokat se më thonë ti, me thonë drejten duhet me da vetin, kështu emocionalisht prej asaj punet. Po, në kena, unë pe kresht kam i fjeshtirët punë. So, me gjana kështu, kriminele, ato nuk merën me to sepse është, për mua është i barë te për e malë me pasën shpinë, se është shumë shtirë minimu të kuj që i zdo minimu vetit. Edhe kur shkoj shpi, unë dhe me fjetë rahat, numër 1. Numër 2, edhe kjo punë e imigracionit, për shemull. Unë i kam pa, ku shrejtë e mije, prej malësijet, nejse. Dash, e në kjo, para se jam kënë avokat. Edhe ato 2 gjana që mundi mi ashtun prej tyne është se, kur e kanë fitua kejsën, gati kanë qilë biren këto të ra gjoksit. Kur e kanë hup, avokati. Ate na i dahen familje të kënena, so me këto 2 qestje nuk merëm. Unë kam, se më thonë, qyshin fillim jam marrë kështu me aksidente, me dentime. Edhe merëm me to, në fundit një gjë, kjo është qestje, se këtu në Amerikë ka gjyqi kriminal, edhe civili, thonë, civil. Syje pëse i thonë civil, se i to dëmtime për fjala, prej negligjencë, para se jena qytetrua si popull, si njerëzi, jo kënë gjaqe. Pra ta i thonë civil, se të shqimë televizua. E ta është se më thonë, me pare. Na merë me inshurancë, me gjana, edhe ato qeqet e inshurancë, they don't bounce. Jena të pajtuam. Si ke marrëdhënie me Komitetin Shqiptar në biznesin tuaj? Tash, jem na prej Shqipnijet, s'ka rëndësia prej Shkodrës a prej Korçës, janë këta prej Malit Zi, edhe po thomë këta prej Kosovës. Jem prej një brumet, po të pjekun e në 3 shpëretën. Tash ishëm të kësyrë televizor tash i ditë, edhe se tani i masin të gjitha me kompjutra me gjana. Aty në Facebook, njerëzit që i ka trohen me njëri tjetrin ma shumë debat, babam, ishin prej Shqipnijet. Edhe nuk ite surprize mala fort. Po surpriza ite kjo, se Kosova ite numër 19. Ajo për mua flet volume. Thën? Në numër 1, ata ishin numër 19. Tash, pse na numër 1? Sepse tash shtypun ata. Po nuk ka barabar si me traku i shia se me tra baba e nana. Se aty ku jem na, për shembull, Kelmen, kur e kanë arrestuar ose internuar të kanë, ai njerë që i ka pa ditë kështu ai s'ka dalë as prej Tiranës, as prej Shkodrës, as prej Pogradecit, po aja kanë koj shia ose bela edhe më afër. Tash kjo mosbesimi që ja krijuar e ne është prej këtu deri në han, edhe sot. Pik, edhe kjo kanë gati arsyeja se më thonë me mujt me i prunë njerëzit bashkë me shoqat se këto kufit shpirtënor që i kena akoma sot, ajo është fatkeqësi më e madhe që mundet me kanë. Tash klientët me komunitetin shqiptar është kjo. Prej Malit Zi, prej Kosovës, bela i kam mbullet prej atje në prej Shqipnijet. Sepse këta e kena këtë mosbesimin na. Në Kelben disa këta janë fort, nuk vritën. Megjithse juve shprehin rezerva për këtë fushë, juve përsërini aktiv në komunitet. Edhe ju jeni një avokat që jeni në gjitha eventet e rëndësishme të komunitetit tonë. Jo vetëm pse juve keni detyrë shoqërore që do ta bëjë një pyetje me vete, por edhe si individ. Sa rëndësi ka, pavarësisht çfarë je në profesion, po të marrësh pjesë në veprimtaritë komunitare? Tash aktiv, më falë që unë jam i Kurdisën si avokat, Po, it's okay.
që më thonë aktiv, e kupton, nuk jam të banaj, tash, se, gjaja ma, kërkush nuk e man men pa drejtsin, të gjithë të majnë men heshtjen. Ajo është. Tash që nëllë, 30 vjetë, një brendës Europit, jena këtu në Amerikë. Tash, se Amerika, se më thonë, njëri banë shumë busy, kënena, vlanë, për shemë, tash, 2-3 javë, për shemë, se kam pa, kam i kilometër. Edhe këtu, se më thonë, njëri, automatikisht, se në mos, me teknologji, me gjana, kështu, njëri vjen e shkrinjë, këtu, ma shpejt se gjithkon, kena, kështu, historikisht, kena, gati 50 brendza që janë shtypën. Edhe kena maj kulturën, gjuhën, të gjitha. E sot, si janë shtypën prej kërkuj, po këtë telefon, se më thonë, aty shkrihim ma shpejt se 50 brendza për para. Tani, tash, aktiv. Një gjë, unë, e vetëm një gjanë që i di, anë që i nuk di gjanë. Pik. Tash, nuk kanë se i kam tana këto answers, që i duhen, po, unë e di se do prej, si më thonë, kjo këtu nuk ashtë. E kupton? Ose jo. Tash, nuk po thonë se i kam unë. Po, besoj se mundi me vazhdua debat që mi zgjil ato. Të tana. Edhe se cili opinion për shembull mirë së ardhur. 100%. Se kjo është demokracia. Në Amerikë gjaja me rëndësishme është kjo sharing of ideas. Pik. Në Shqipni në të kohë po bi fjala, edhe menimet janë mundu me tinal. Mërë me men. Jo me shku mu shpre kështu. Tash, se edhe prapë, besoj se krejt edhe prej sistemet, edhe historikisht, po kur kenar prej eqë s'kam lekut. Okay? Që sot na e shikojmë paren, edhe mizët. Okay? Po, parja është e mirë, mësë më keq këpto, se lypit parja për gjithë shka, po, ma mirë është, po, këshumë, përgjithsi, ma mirë është me shpenzu, ko me thmi se me shpenzu në paren, da. Okay? Edhe, fundit njëri e që i pasën mundit mu ban, që janë njëri maj varfon që jashtë. Lumëtëria, që janë lumëtëria? Lumëtëria vjen, kur njëri nuk njëri lumëtëri kur merë, vetëm kur nepë. Ela di që, se cili prej nesh, që i tjetet e në të shtrat deks, për shemull, vetëm e gjana që kena me majt men, ose kena me nakna shpirte me to, a di që kena dhanti qka. Kur kena marë. Tani ke lo mundesh me kene mushën me pare, ti mush me kene njëri maj varfën. Ma parë du me hagre dramca bashk, se fërdik vetën. Lumëtëria nuk gjenë kërje vetën, kur? Tash, kjo në puna, edhe unë e kësyri ka ona, se më thonë, si popull, si kelmenas për shemull. Për mua, nuk jam lokalist sa zitë të thoni, po, unë kelmenas a kënë nërije me malë që mund me kënë për ashtu. Edhe nuk e thëmë se ka ona lokalist, po, nuk është i herën histori që na kënë në anë gabimit historisë. Kur? Jina kënë fiksi maj math, i lasht, edhe nuk e dim edhe sa i lasht jem, është jina kënë të hapën, prej në Bosnje, deri në Pej, i kanë thanë kelmen. Prej në Kroaci, deri në Austri, prej Vunthaj Martina i Rugov, deri në Lap, deri në Brekmac. Në ato kohë, thuja 70-75% tana beteja luftna që janë banë prej kelmenasit. Pik. Prapë, nuk e thëmë kështu me ashtu gjoksin, po janë fakte.